sure dovemo nur baba. O jemi nisure dovemo nur baba. O ne të qene shemër dhe to nur baba. O ne të qene shemër dhe to nur baba. E kur del baba nga te qeja nur baba. E kur del baba nga te qeja nur baba. O ti djeli që del nga reja nur baba. O ti djeli që del nga reja nur baba. O këtu njezi shkojnë e vino nur baba. O këtu njezi shkojnë e vino nur baba. O për balkeja basalino nur baba. O për Baba i parë është baba Mustafaj, nur baba. që ka ngritur, ka themeluar të qenë 1850. Ka qenë këtu në fshatin, në Katundasin që ka që fshati lartë. A i ka qenë baba Hyseni, në Vërlenji, i Devollit. Baba Saliu Sulovar, në Sulovë. Baba Meleki në Saraveskës Krapari. Ka dhe fotografinë e madhe aty. Baba i miu është në Kolonja, në Eseka, në Kortezi, Kolonjës. Të i qeja Shëmërdenjit e shëngjyritu këtu nga baba Mustafa Braqi. Baba i parë që është në Tylbe. Baba i parë Andeja. Baba Mustafa i ka qenë këtu në fshati. Në fshati Katundas. E ka Katundas që fshati këtu. Mbaroi shkollat në Turqi. Edhe erdhin të qenë Melçanit. Sepse ai të qes Melçanit, baba Abdullahu e dërgoi në shkollë në Turqi. Dhe kur u kthye në shkolla, erdhi prap në Melçan. Edhe ai tha të shkosh te 2 lisa binjak, edhe të ngreç të qendi ta. Sepse atje të 2 lisat binjak ta, aty është një shejtor i madh. Edhe erdhi këtu, tani kjo pjesa këteja ishte pjesë e tija, e familjes tyre, që nga prier ujtë edhe këtej, nga krau i lindjes. Dërsa nga krau i jugut ishte Ermenjit, qatit Ermenjit. Erdhi këtu, filloi të ngrite, të bënte një shtëpi të vogël, një dhomë të vogël atje poshtë. Edhe i mblodhin fshatin, poshtë Shëmërdenjasit, Katundasit këtu, Ermenjin, edhe i mblodhin. U tha, unë kam marrë të ngretë të qenë. Edhe ta, prej këtu dhe këtej është mallinë. Prej këtej edhe këtej është juaja. A do ma falni, tha Ermenjit, të to këteja? Po, thanë ata, që nga proj edhe këtej. Ja falë. Atëre filluan që ta ndihmon të inter populli. Shëmërdenjasit, Ermenjit, gjë në Sima dhe deri në Vishnartës. Komplet zona të Morisës, ngarkoni kafshët në Zaloshje me gurë dhe i bini këtu. Keresten landën këto, që ishin druk, kishte pyll i lisë, shumë atë. Edhe i nëzirin këtu. Edhe ngriti të qenë baba Mustafaj. Atëre, baba Mustafaj shërbeu disa vjetë, ndëroj jetë. Dërgoj atëre se ishte gjyshat. Gjyshata i drejtonte se kërë gjyshata ishte në Turqi. Po ishte një në gjyshata që ishte në vend të kryegjyshit botëror. Ai i caktonte. Caktoi baba Hyseni. E mori na Devolli e pruri këtu. Nga Bilishti, që i thonë sot. Edhe e pruri këtu baba Hyseni. Edhe baba Hyseni një 5-6 vjetë, edhe i ndërë jetë. Pas ati,
erdi baba Saliu që e peti aty. Baba Saliu ka qenë Sulovar, në Sulova, në fshatit Dëmberës. Edhe ai aq, jam 10 vjetë roj, edhe ai në rëjet, erdi baba Meleqi. Baba Meleqi erdi tashi edhe me urdhër të këtyre adetarëve që punonin për hapjen e gjuhës shqipe. Edhe me urdhër të Grygjushat, domethënë u kompletuan të dy bashkë vizitim edhe pruva Meleqi si për mbrojtje këtu, në Turku. Sepse ai hapte shkolla shqipe, i jepte adetare njerëzit, ku do shkonte për familje, u mësonte gjuhë shqipe. Qoftë në Skrapar, qoftë në Tena Gramsci, po. Na bishin nartës edhe lartë ka qenë Skrapar. Në atë kohë që ka qenë ata, e ka pasu Skrapari. Në 6 jetën u këtë me Gramsci, pastaj që bëri rreth tjetër në Rogja, bëri rrethin e Gramscit e plotësoi në Korça, në Pogradeci, në Skrapari, në Berati dhe plotësoi rrethin e Gramscit. Bas baba që ndroi jetë, baba Meleqi shërbeu 17 vjetë këtu, në këtë teqe. Baba Meleqi i dha një shtytje shumë të madhe të Teqes. Qoftë në ana kulturore, qoftë në ana arsimtore, qoftë në ana e ndërtimit të Teqes, qoftë në ana e besimtarëve që grumulloshin Teqe. I dha një shtytje shumë të madhe. Do me thënë grumulloshin në të gjitha krahinat, na Korça, na nuk vinin këtu të baba Meleqi. Baba Meleqi i dha një shtytje dhe pastaj Teqea i ka mbetur Teqe baba Meleqi Shëmërdënjit. Që fundi i fesë në kohën e komunizmit. Ata u dukën sikur i prishin godinat, i prishin kështu e quatën se nuk do për të rish. Por Axhi Bektashi ka thënë kështu ama. Bektashizmi është të thasë se një punë e mullari, thot. Një mullaj që i ve zjarrin ti e fik këto dhe qua se u fik, a i ndizet në krau tjetër, thot. Kështu është bektashizmi. Dhe gjitha fetë gjanë, dhe ato çdo fe ka rëndësinë e vetë. Kontributi i Dervish Xhelalit këtu në Teqen e Shëmërdhënjit është i paharruar. Ai ka që në 1 maj të vitit 1997 që shërben 28 vjetë. Që shërben në Teqen e Shëmërdhënjit. Cila është përshtypja juaj në tërë këto vite? Cilat kanë qenë vështirësitë? Cilat kanë qenë ato që ti i quan sukseset të Teqes? Dhe si ka qenë frekuentimi, si është, si ka qenë mbështetja nga kryegjyshata? A ka pasur probleme? Për gjitha këto, a mund na flasësh, zoti Xhelal Resuli? Unë, kur kam ardhur në 97-ën, atëherë ishin hapur depot, edhe këto ishin plot me armatim brenda. Këto godinat të lartë. Erdha, ai drejtori fijores më dha një shkresë që do të gjenjën ato dhoma lata dhe futu brenda. Erdha këtu kishin lënë një roje, dashat shkresën aty rojes, u futat në një dhomë. Mirë po qa u beta pastaj? Të rinë, si të rinë të sapë, marrë në një sopë, hekur në dorë ata dhe që duk zhvetja, dhe faleroj shumë kuadrin e Gramscit. Kuadri që kam jetur në Gramscit. Inflaciona deputeti Elmas Sherifi. Edhe të gjithë kuadri, bashkim Koçi. Po të më të gjithë kuadri. Më kam përkrau aq shumë, qoftë rajoni policisë, qoftë bashkia, të gjithë, mua më kam përkrau shumë. Ishin ca grupe që ata kërkonin të më përzinin që të bëni pikë turistike. Mirë po unë duke isha i mbështetur të kuadri dhe të kryegjyshata botërore të Barbareshati, që kisha ndihmën e Barbareshatit shumë, ata nuk më përzun dot. Se donin të bënin pikë turistike, po nuk më përzun dot. Sa është nevoja ti të me emra, s'ka problem, por qëllimi nuk e arritën. Njëherë ishte forca e Barbareshatit, dhe e dyta kuadri që më ka ndihmuar shumë, i rrethit Gramscit. Dhe unë për ta kam shumë respekt që më ka ndihmuar. Populli zbarkoi tërë që vinte këtu në Teqe për të
Për ndihmuar. Për ndihmuar, vini faleshin, vini shuqur që u hap të qeja të tërë. Falenderoj. Falenderojnë gjithë djetë. Tre gjëra kryesore më kanë bërë mua. Kryegjyqata, kuadri edhe populli. Që më doni shumë. Po, sigurisht edhe Po, vendosmëria juaj. Po, vendosmëria ju ishte, po, që unë nuk i kena poligoni, sepse ne jemi të betuar. Jemi të betuar që neve nuk duhet të do mbaj betime, dhe sigur të më vrisi, u tashu. Më vrisi tashu se nuk iki. Nuk iki të, jo për dikë se ne do të bëjmë pikë turistike. Ore, si ki unë i tash, vetëm vrisi. Sot si është frekuentimi? Ka niku popull. Jo se nuk e frekuentoj, po ka iku popull, ku ka? Shka? Këtu ishin 20 shpi, këtu ka me 2 shpi. Tjerat ka niku. Godinat bosh tëra. Po flasëm vetëm për katundës i tu. Në rreth e Gramshit, ja po të themun të numëri Bektashinit, i kemi, po i flasë me zona. Versha komplet është Bektashin. Ajo, për te devolli dhe gjithë. Se veç që dimun e ti, po, mu për te them shu, për te devollit, në anë e lindjes, këtu në te qeja, është Versha. I dhe min Tomoric. Në Tomorica, në Bishtin Artës, edhe deri qaf dhe vris, janë Bektashi. Ma në pasaj, pjesën në ndej, në Dumbera si e këshu këteja, janë prap Bektashi. Vetëm kemi pjesën Sulovës që janë të gjithë muslimanë. Në ana kryeministri shqiptar u hodhi ideja e krijimit të shtetit Bektashi. Po. Ju ç'mendim keni për këtë? Po qofse do ta bëjnë është gjë e mirë. Sepse Bektashin do ta kenë ndihmën më të afërt. Pastaj për çdo halli, për çdo problemi, për çdo problem, që na shëndetësia të gjitha do t'i kenë gjërat më të afërta. Po e bën, do të bëjnë mirë. Po të qenë në Shëmërdhej, ne na përkunton Vlora, ne na përkunton Tirana, na përkuntoj na Berati, na Elbasani po se po. Këtu na përkuntoj na Korça. Që të që përkuntoj në gjitha dërtimet, sepse unë i di që jam këtu. Andej që ta shun ty në pjesa e Sulovës, po edhe ata, binë na përkuntojnë. Do me thënë, këtë të që është përkuntuar dhe përkuntoj në të gjitha krajinat, në të gjitha zonat. Edhe krishterët, në përkuntojnë. Mua më kanë arru kush e di se sa familje krishtere këtu. Kanë besim edhe vinë. Po atë me që dolëm të kjo temë, ç'mendim ke për bashkëjetesën fetare në Shqipëri? Bashkëjetesa fetare është në kulmin e të mirave. As i shtet nuk e ka bashkëjetesën fetare si e kemi neve. Të që Shëmërdhejnë të është ngritur më 23 tetor 1850. Më 23 tetor, ka marruar të qetë pulimet. Edhe kur ka marruar të qetë ai, ka mbledhur të gjithë këta që e ndihmuan, gjithë zonën. Edhe ka bërë hajen 3 ditë këtu. Baba Mustafaj. I ka marrë popullin 3 ditë. Ngriti kazanët, i ka ngritur kazanët, këtu poshtë kryet asaj arishës rresh këtu, edhe i mbajti popullin këtu 3 ditë, natë ditë, festë e madhe. Vitin e kaluar ishte një ngjarje pa zakon, domethënë, rënë e zjarrit në këtë pjesë, në stadion dhe u kërcënua keq edhe të qeja Shëmërdhejnit. Po, shumë keq. Më thanë që ju keni qenë kontribues kryesor për mbrojtjen e të qes, krahas disa besimtarëve që kanë ardhur në ndihmën tuaj. Apo është vërtet kjo? Neve këtu që kemi qëndruar unë dhe shoferi. Benardo Smellari dhe unë. Dervish Xhelali, ne të dy. Unë bile jam djegur në kemt, dhe akoma kam kemt të djegur në te. U dogja në kratë këte, apo shqyqy së mara flak. U dogja në kratë këte. Edhe me sakrifica, po kryesori që e Zoti. Se me ato flak, kaj të mëdhaja, që ja jep të këtu të muri, flaka, ta shun, u vatën qatit. Para që Zoti dhe të dytë të qenë neve. A patën një ndihmë nga kryegjyqata apo nga besimtarët? Nga kryegjyqata pata shumë ndihmë. Me thënë nga ca besimtar pata. Pata ndihmë nga ca besimtar. Të kujtim Bahollit, rinë Tiranaj. Pata nga kryegjyqata gjithashtu. Po kryegjyqi sa ara zjarri, vetëm që unë e kisha lënë telefonin
atje, po kur vajta unë, ai i kishte rënë 20 zile, bam. Vajta unë sepse vajta ta mere, shikoj unë, i fola, orë je mira, jo, më tha mua. Edhe të nesër më dërgoj ekipin ai. Po, që sa ba. Ekipin me plaçka, me ushqime, me plot kish mbushur maqinën, plot me ushqime. Do me thënë, me krye gjyshin, pra të kohën e zjarrit, kam pasur lidhje të ngushtë pasaj me telefon. Në çdo gjysmore me të ai, se unë, çfarë them unë, unë përblova, unë shqyqynë së dojtja fare. Edhe çdo gjysmore me të telefon, si mos rri aty, po që se e djegur, unë nuk e ndinja se isha djegur, koma. Po e djeba unë kërë 3-4 ditë. Isha djegur, bajta në Tiranë, pasaj me 20 ditë spitalit. Shërbesa juaj në këtë vend të shenjtë, në këtë vend që ka shpërndar gjithmonë mirësi dhe dashuri për besimtarët, por për gjithë komunitetin e Gramshit, shërbesa juaj është gati 30 vjetë. Si ndjeni sot? A ndjeni pak gramshiot? Unë të ndim, kalova në i qerik shekulli. Dhe kështu që unë e qaj vetën të mëmë gramshiot. Po edhe njerëzit, edhe një populli, mua më quajnë sigur nuk jam me Tepelenës, për sigur jam me Gramshi. Kam respekt, që në qytet, qytetarët kur vetë në qytet, qoftë edhe në fshati, mua më quajnë sigur jam Gramshak, më respektojnë gjithë. Po një gjë të mirë kanë Gramshak. Dhe për këta unë i falënderoj shumë që nuk kanë vjedhur një gjë më të voglin të që. Kaq. Zoti i bekoft. Unë mesazh për njerëzit kam vetëm respekti që kanë për vendin e shenjtë, kanë dhe për mua si person. I falënderoj shumë, edhe ju jap urim, edhe bekime, dhe u lutem baballarëve, edhe gjithë të mirëve, Zotit madh dhe gjithë të mirëve, që du jap shëndet edhe marsim për familjet e tyre. Mustafa, baba Hyseni, baba Sani, baba Melekit, baba Ilmiut, është ballë ballë me Abbas Ali Sultani. Edhe Abbas Ali Sultani Tylbën e vërtet e kanë në këtë çukën e madhe këtu. Kështu që neve i bëjmë lutje Zotit në akşam dhe në mëngjes, po i bëjmë lutje e Abbas Ali Sultani. Abbas Ali Sultani është shëjtori i Zotit për të gjithë njerëzimin. Ka 3 shëjtorë të mëdhenj. Abbas Aliun, ka baba Ali Rosani këtu të 2 lisat e shenjtë. Ka dhe në mal Kumjanit baba Hajdari. Poshtë baba Hajdarit është Teqe e Dushkut. Dhe sa këtu në qendër të 2 lisat është Teqja e baba Mustafaj, baba Hyseni, baba Hasani, baba Melekit, baba Ilmiu, baba Vitashi, baba Zekiri. Na ndihmofshin edhe juve u ndihmofshin, ma bëfshin bashkë, ma bëfshin dritë. Tylbën e kemi bërë me kontribut të kryegjyshatës botërore baba Reshatit. Me kontributin me baba Reshatit që jepi besimtarët, ai i kursente e na dërgonte neve që na bëri Tylbën dhe baballarëve. Sepse unë isha i dobët ekonomikisht ta bënja dhe e bëri ai. Dhe kjo është merita e kryegjyshit botëror ndjes pas dhe Reshatit. Dritë qoftë shpirti i tij.
Tha, si mas këtyre inxhinierave të pyjeve që i kam pyetur unë, janë 500 vjeçar thonë ata. Ja, do me thënë janë shentori mas, baba Ali Rosani mes tyre. E ata, kur kanë ndërruar jetë, ai kanë quar një, se i bëndin në tërën me hasha lisi. Edhe në shenëtria që ka pasë, ai ka birë njeri të kem, edhe njeri të koka. Po në i dëmtoj zjarri si vjetë. Në i dëmtoj zjarri edhe e ka prishu tërë. Po do zoti edhe qojnë të reja, dhe me mi se qishi. Bektashizmi është kupolja e feve të tjera. Do të është i pse është kupolja e feve të tjera. Bektashizmi njerë që i shërbën popullit të 24 orë. Tjetra, bektashizmi është një fe që ka dashuri me njëri tjetri. Kleriku me kleriku kemi shumë dashuri me njëri tjetri. Ne quhemi vëllezër të hakut me njëri tjetri. Besimtarët janë të lidhur shumë me bektashizmin. Për sa arsye, sepse bektashizmi është mistik. Ka mistik në brenda. Gjezmën e ka bërë baba Bektashi. Edhe ka shkruar atje, ai, baba Bektashi. Po zeli na Eseka. Edhe ka shkruar atje. Keni ujë si të bërë, të të kene shemërdhej, e bani kupën në dorë në kujtim të Imam Huseni. Ta marrëvesh e dirë kjo qesmi që shkatëruar. Tipo, unë qatë dhe janë për para, qatë dërton janë për para kur herda, sepse gjetën në kotën zero. Llogaritë edhe dritat elektrike ishin hequr rrjetet të tëra. Edhe i them babamundit, qesma po bje i thasi, si do t'ja bëj? Do t'a bëj qesmën t'a i separat i apuzë. Ne ruksanta, edhe qesmën do t'a bëj. Mora ustan, edhe e riparova. Në Elbasan leva dhe një kokë dashin si që ka pasur dashin të vaj. Edhe bëra dhe plakën, e ka plakën mrapa tjetër, po ja kishin prishu me bare. Shkatruar, do me atëre kur e prish. Edhe i dhash formë që kishte, qesma. Po, falë baba mondit që na ndimoj.